say, will you marry me? Publikohen foto nga dasma e fshehtë e çiftit hollywoodian Angelina Jolie dhe Brad Pitt. Gjithçka i është besuar revistës prestigjioze People dhe Hello Magazine. Në rubrikën ekskluzive jepen detaje për fustanin e nuserisë, veshjet unike të fëmijëve dhe ceremonia familjare. Kur Pitt dhe Jolie filluan të planifikonin ditën e madhe, ata nuk shkuan larg për të gjetur organizatorët e dasmës, por morën fëmijët e tyre. 6 fëmijët, Maddox, Pax, vajzat Zahra dhe Vivienne, Shiloh dhe Knox, ndihmuan në disa elemente të dasmës, si në pjekjen e tortës, zbukurimet, hodhën petalet e trëndafilave dhe mbajtën unazat e martesës. Ishte e rëndësishme për ne që kjo ditë ishte e qetë dhe plot të qeshura. Një ditë e tillë e veçantë duhet të ndarë me fëmijët dhe për familjen tonë ishte ditë shumë e lumtur. Në ceremoninë e fshehtë të 23 gushtit, ishin vetëm 20 miq dhe anëtarë të familjes. Dasma u mbajt në Chateau Mirival, në provincën Côte d'Azur. Fustani nusterisë ishte dizenjuar nga stilisti Luigi Massi, por në dizenjimin e fustanit kanë dhënë ndihmën e tyre edhe 6 fëmijët. Në pjesën e fundit të fustanit duken të qëndisurat fëminore. Luigi është si familje për mua dhe unë nuk mund ta imagjinoja dikë tjetër duke qepur këtë fustan. Ai di të kujdeset edhe për fëmijët dhe ishte kënaqësi e madhe që ata punuan së bashku. Çifti Jolie Pitt janë më të përfolurt në Hollywood, jo vetëm për famën, por edhe për harmoninë e tyre në çift dhe në familje.